Me çantën e mbushur me gjëra pundore, Ardiana Zubaku po ecte nëpër parkun e qytetit. Ajo është një vajzë nga Kamenica që, së bashku me grupin rinor të organizatës Lapsi, po angazhohen në nisma bamirësie. Një prej këtyre nismave është edhe qëndisja e pundoreve që udhërohen nënave vetushqyese. Pundoret si çantat, shallet dhe produkte të tjera janë krijuar nga këta të rinj me mbështetje edhe nga familjet e tyre. Jam Ardiana, jam prej organizatës Laps. Laps është organizatë jo qeveritare e cila punon me përmirësimin e rritjes së cilësisë së arsimit para universitar. Sot jemi në parkun e qytetit ku kam ju tregu ma shumë rreth projektit Stage the Bridge. Na jena disa të ri që jena të punu në këtë projekt, ku përveç pjesës së arsimit na jena të hapur me bashkëpunu me njerëz edhe në fushat të tjera. Një prej projekteve që është të implementu për momentin është ky projekt, ku me anë të punimeve me pundore dhe me kreativitet të njerëzve me vullnet të madh, i kemi këto disa produkte. Për shembull, i kemi disa shalla, i kemi disa çorape, kemi çanta të ndryshme, të cilat mund me konë shumë funksionale për njerëz. Të gjitha këto produkte, qëllimi jonë është me i dhuru për nanat vetushqyese. Pra, këto jemi mi u tregu njerëzve që këto punime janë të përfundume prej moshave të ndryshme, të cilet e kanë pas vullnetin edhe motivimin me i ndihmu nanat vetushqyese. Terenin në përfshatrat e Kosovës e frekuentojnë çdo ditë, krahas angazhimeve të tyre personale. Kjo i ka mundësuar të rinjve të Kamenicës të takojnë nënat vetushqyese dhe të kuptojnë vështirësitë e tyre financiare. Na si të ri, përveç angazhimeve tjera, kemi shumë punë edhe në teren, ku kemi vizitu vendet të ndryshme rurale në Kosovë, edhe kemi pa se sa nanat vetushqyese janë të lana pas dorës. Edhe këna menu që e drejt edhe e marë është që kjo iniciativë, cilën edhe jemi të e bo. Kryesisht kemi produkte që janë nashta shumë simbolike edhe ka një vlerë shumë të vogël, po mesazhi i ngrohtë për nanat vetushqyese është pak më i madh se vlera monetare. Produktet që punojnë, ata nuk i shesin. Përfitimi i vetëm, sipas Ardianës, është ndjesia shpirtërore nga ndihma që japin. Kryesisht, këtu ka produkte të cilat mund me u punu prej moshave të ndryshme. Këtu ka produkte që i ka përgatit edhe nana jem, domethënë mund me përgatit edhe dikush që është më në moshë. Të e marrë parasysh se në përgjithësi puna e dorës është punë pak ma e kamatshme në përgjithësi. Të gjitha produktet, edhe pse ende jemi të grumbullu prej njerëzve, prej vullnetarve, cilët janë të na sjell në zyret e Labs, gjithashtu edhe te organizata me cilën jemi në partneritet, është organizata The Future. Qëllimi jonë është me i grumbullu këto produkte edhe me i shpërnda të nanat vetushqyese, gjithashtu edhe të komunitetet e tjera, jo vetëm të komuniteti jonë. Produktet kryesisht kena mendu edhe planifiku, mi dërgu të disa ex-organizata të cilat i mbështesin nanat vetushqyese. Produktet nuk i shesim, nuk fitojnë pare prej tyne, asnjë fitim këtë monetar, domethënë, por e bojmë në mënyrë krejt vullnetare, edhe po du me ju thonë krejve si mesazh, mundi me pas diçka në shtëpi, një produkt që është i marru me pundore, me cilin mundi me dhuru, edhe mi sjell dikuj ngrohtësi, edhe mi tregu dikuj që dikush për një me mendon për nanat vetushqyese. Ardiana thekson se dëshirojnë që ndihmën për nënat vetushqyese ta shndërojnë në një kauzë të përhershme dhe se secili, pavarësisht moshës, mund të kontribuojë duke punuar produkte pundore në shtëpi.
prej se LAPS ka fillu me projekte të ndryshme, gjithmonë kur ka pas projekte cilat kanë pas aset ose iniciativ për me ndihmu të tjerët, gjithmonë kam pas vullnet edhe motivim. Përgjithësi, edhe kolegët janë të njëjtë, e kemi vullnetin edhe motivin e njëjtë për me ndihmu tjerëve në çfarëdo aspekte. Për këtë arsye, shumicën e rasteve kemi bë punë vullnetare, kemi nashta ka ndodhur herë edhe me vetë financim, kemi bë diçka që në fund, pas do të në fund tunelit me konë drita. Implementimi i projektit zgjat 4 muaj, po na si LAPS dojmë këto ide me i vazhdu edhe me ofru edhe ma shumë për njerëz cilët kanë nevojë për diçka të tillë, me anë të punëve të ndryshme, me anë të produkteve të ndryshme, nashta në një të ardhmen të afërt me u bo produkte edhe ma shumë, edhe me bo ashtu si rregull për me i shpërnda produkte të tilla, po dhe jo vetëm. Fokusi i të rinjve të organizatës LAPS-i është gjithashtu përmirësimi i sistemit arsimor në Kosovë përmes nismave që synojnë nënshkrimin e peticioneve për çështje të ndryshme, të cilat më pas i drejtojnë tek institucionet përkatëse.